Ajo demaskon propagandën e qeverisë për hovë dhe zhvillim të madh ekonomik, demaskon shifrat makroekonomike, të cilat po supan në hollësi janë bosh dhe lidhen kryesisht me spekulime, me rritje çmimesh, rritjen e artificiale të rrogave shtetërore, por nuk janë përkthyera plotësisht në rritjen e produktivitetit të ekonomisë, ulje deficitit, rritjen e eksporteve, rritjen e investimeve të përdrajta, transferim teknologjie, inovacion, ka investime që janë serioze dhe që vërtet transformojnë ekonominë, por lidhen me spekulime, me patundshmëri edhe me këtë iluzionin e madh që duke ndërtuar kulla pallate pafund, neve mund të sillim begati ekonomike. Kjo është situacia edhe kontrasti që vura në dukje në të postime dhe në shumë përshkrimeve, që përtej një iluzion, një farse për një zhvillim të hopshëm turizmi, që padyshim kryeministri i leverdis sepse e shet si një lloj arritje të tij personale, sepse duke folur për promovuar turizmin, u nxitët akoma më tepër ndërtimi, duke rindërtimi rritën taksave të shtetit, rritën edhe rishfetet që paguhen për të marrë leje. Pra krijohet një lloj pryerje më tutjetshme një ekonomie që është e zbrazur në vetvete, sepse